Faleminderit për pyetje, në fakt po. 2026 është një vit vendimtar për rrugën e Shqipërisë drejt familjes përkatësisë, familjes europiane. Shqipëria ka një plan që e udhëheq punën përgatitore dhe sigurisht që kemi mbështetjen e Komisionit Evropian për të avancuar në drejtim të mbylljes. Në fakt edhe për këto 12 nisma ligjore që ne prezantuam sot, paketa e nismave dhe të tjera që janë miratuar më parë, ne jemi në mënyrë sistematike në komunikim me Komisionin Evropian dhe delegacionin e Bashkimit Evropian në Shqipëri, të cilët na rekomandojnë përmirësime me qëllim që të shkruajmë ligjet më të mira të standardit evropian. Dhe përfitoj nga rasti t'i falenderoj sinqerisht që janë pranë Shqipërisë të gjitha institucioneve, na mbështesin, na udhëzojnë që ne të kemi kuptimin më të mirë të standardit evropian, ta trupzojmë atë fillimisht në ligje dhe më pas edhe në zbatimin praktik. Këto 12 ligje dhe të tjera pararendse ose pasuse shoqërohen edhe me një numër masash të forcimit të institucioneve për t'i zbatuar ato. Kështu që gjatë këtij viti, rrugtimi evropian i Shqipërisë do të shohë institucione të forcuara në zbatim të këtyre nismave të reja evropiane. Komisioneri për mbrojtjen nga diskriminimi do të forcohet. Komisioneri për mbrojtjen e të drejtës informimit, u përmend më herët roli i rëndësishëm i tij. Inspektorati i deklarimit të pasurive. Më tutje, një numër institucionesh ligjzbatuse. Shqipëria ka krijuar zyrën e rikuperimit të aseteve nga aktiviteti kriminal, që qëndron në lidhje të ngushtë me agjensitë të ngjashme ligjzbatuse në vendet e Bashkimit Evropian, është në rrjetin e këtyre agjensive. Shqipëria ka ngritur një sistem të paralajmërimit të hershëm për të parandaluar vepra të lidhura me drogën apo dëmin social që vjen nga përdorimi i drogës. Përfshir këtu edhe një observator kombëtar të drogës në dimensionin social, pra punën që duhet bëjmë për ta parandaluar ose mbështetur individ të cilët janë në këtë sfidë të vështirë jete, apo ndikimin që kjo ka në shëndet. Njëkohësisht, paketa përmban një numër masash për të forcuar më tej rolin e institucioneve të sistemit të drejtësisë, integritetin në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, në Këshillin e Lartë Gjyqësor, por njëherësh edhe kapacitetet për Inspektorin e Lartë të Drejtësisë. Pra, është e rëndësishme të themi që aftësia jonë është sigurisht në krahun e nismave të mira ligjore me standardin evropian, por mbi të gjitha në lidhje me zbatimin real të tyre, duke i forcuar institucionet tona kryesore në këtë drejtim. Këtë do ta shohim të ndodh gjatë vitit 2026 dhe vi këtu më thellë në drejtim të pyetjes tuaj, duke u nisur nga progresi i rëndësishëm në një numër masash dhe përmirësimesh, janë rreth 24 kushtet të ndërmjetme, rreth 90 hendeqe kritike, siç i quajmë në gjuhën negociateve, ose ndyshe çështje ku duhet veprojmë për të përmirësuar gjërat ose për të krijuar rregulla të reja. Ne besojmë dhe presim me vlerësimin pozitiv të Komisionit Evropian në lidhje me progresin për kushtet e ndërmjetme. Sigurisht, kjo nuk është një çështje kohe, pavarësisht se ne vlerësojmë që kjo do të jetë e shpejtë, por është një çështje vlerësimi pozitiv për së pari. Pra Komisioni Evropian duhet të certifikojë në thojza, me anë të raportit të tij, progresin që Shqipëria ka bërë në sundimin e ligjit dhe shtetin e së drejtës, që atyre 14 muajsh nga hapja e negociatave, përmes këtyre 24 kushteve ose rreth 90 zonave të veprimit. Këto 12 ligje
adresojnë në mënyrë thelbësore disa prej këtyre. Prandaj janë kaq shumë të rëndësishme. Një pjesë e ligjeve janë iniciativa që kanë disa vite në diskutim nga Kuvendi i Shqipërisë. Prandaj, ky moment në nisje të këtij viti dhe ky vit është kaq i rëndësishëm për arritjen e maturitetit politik të nismave dhe të vullnetit të Kuvendit që shpresojmë ta shohim në ditët dhe javët që vijnë për t'i jetësuar ato dhe për t'i dhënë mjete të mira institucioneve në zbatimin e ligjit. Sigurisht, mbasi Komisioni Evropian shpresojmë të jap këtë vlerësim pozitiv dhe pa asnjë paragjykim për vendimin që presim të marrë Komisioni Evropian, pra duhet të presim që Komisioni Evropian të marrë pa paragjykuar vendimin e tij të paanshëm për të certifikuar progresin, do t'jenë vendet anëtare, 27 vendet anëtare të Këshillit të Bashkimit Evropian, që do ta shqyrtojnë këtë raport dhe rekomandimin që do t'jap Komisioni Evropian. Dhe aty ne do të presim me besim, pa paragjykuar qëndrimin e asnjërit prej vendeve anëtare, të cilët janë të lirë në vullnetin e tyre politik për t'u shprehur, duke shpresuar se të gjithë së bashku, edhe Komisioni, edhe vendet anëtare, ndajnë të njëjtin vlerësim se Shqipëria ka bërë progres themelor në çështjet e sundimit të ligjit edhe gjatë tyre 14 muaj, duke veçuar sidomos zbatimin gjithnjë e më të mirë të reformës në drejtësi, që është reforma kyçe që ka shërbyer edhe si baza e besimit për çeljen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Mbasi të marrim vlerësimin pozitiv pa paragjykuar qëndrimin e vendeve anëtare dhe kur kjo të ndodh, shpresojmë së shpejti, po ne e presim me durim, me besim të vlerësim, atëherë Shqipëria mund të kapërcej në kurin tjetër kilometrik të rrugës së negociatave, që është mbyllja e negociatave. Ne kemi filluar përgatitjen për kushtet për mbylljen e negociatave, janë mbi 100 të tilla për 33 fushat, që në vitin 2025, por dhe më parë, asgjë nuk ndodh sot për sot. Maturimi i të gjitha përmirësimeve që bëjmë merr kohën e vet. Dhe ne kemi punuar që nga viti 2019, kur morëm rekomandimin pozitiv të Komisionit Evropian, duke shkallëzuar punën për t'i maturuar përgatitjet në secilën prej këtyre fushave. Ne shpresojmë dhe po punojmë të ruajmë një ritëm çdo 3-4 muaj me certifikime të progresit të Shqipërisë, si me kushtet e ndërmjetme ose bazat e shtetit, ashtu edhe me kushtet e mbylljes ose mbylljen e negociatave për kapitujt, dhe gjatë këtij viti aspirojmë që të kemi disa momente të tilla. Por ju lutem të japim të gjitha institucioneve shqiptare mbështetjen e gjithëve ne në këtë punë transformuese, ashtu sikurse dhe Komisionit Evropian dhe vendeve anëtare vlerësimin ton për vullnetin e tyre politik dhe të ecurit në këtë rrugë të antarësimit të Bashkimit Evropian të gjithë së bashku, nën frymën e unitetit evropian. Faleminderit.